Në Tiranë është shfaqur një model korrupsioni i veçantë, ku është gabuar në disa pika, dhe kanë qenë pikërisht këto pika që janë gjërmuar nga institucione si të vendit dhe ndërkombëtare kryesisht, për t'u vënë në kontroll. Një nga budalliqet më të mëdha korrupsionit në Shqipëri ka qenë pikërisht shlyerja e detyrimeve financiare në administratën publike. Është ligj çdo aktivitet, çdo projekt apo objekt që kryhet nga administrata publike, i pari që përfiton një faturë në lek është populli. Ky është ligj ndërkombëtar. Këtu në Shqipëri nuk ka ndodhur ky fakt. Pra, babëzia e korrupsionit ka qenë në nivele maksimale. Ashtu siç e kemi llogaritur me shumë saksi ne, ka arritur deri në 92%. Pra, 92% e buxhetit është kalu kallup në dorë dhe hik. Pra nuk ka pas korrupsion jo 10%, 20%, jo 30%, ka shku plot 92%.